Të nderuar shikues, mirëmbrëma, jemi sot në podcastin Okult. Është 7 marsi dhe e ftuara jonë speciale sot është zonja Eleni Kocaqi, të cilës ju urojmë të dyja festat dhe festën e mësuesit, pedagogut, është edhe pedagogëve apo jo? Po, gjitha. Dhe festën e grave, të nenave. Faleminderit. Para se të fillojmë emisionin, ju kujtoj që të bëni subscribe kanalit, gjithë ata që preferojnë kanalin tonë, por që ende se kanë bërë kanalin subscribe, ata që s'din të pyesin niprit dhe mbesat, ata që janë mosh çike madhe dhe s'janë shumë të mësuar me teknologjinë. Përshëndesim gjithashtu dhe sponsorët e emisionit tonë, të cilët ndihmojnë dhe japin kontribut në bashkëpunim me ne për zhvillimin e këtij emisioni. Përshëndes dhe ujnë, domethënë në biznesin e ujit Lajtiza, Ajri Elezin, të cilët kanë prodhuar këto produkte të reja, shumë cilësore. Besoj i keni parë tashmë se kanë filluar të pushtojnë tregun. Është një gjë e mirë që parë e shqiptarëve mos shkojnë në vende të tjera, të ngelet tu, të reinvestohet edhe njerëzit të punësojnë këtu në Shqipëri, ashtu siç bën edhe vendet e tjera të botës, nuk është se po shpikim rrotën. Kështu veprojnë dhe të tjerët. Zonja Eleni, mirë se më ka ardhur. Është kënaqësi që je sot në emisionin në podcastin Okult. Së pari, para se të flasim për geopolitikën botërore dhe për pozicionin që mund të zërë Shqipëria në rast të një rendi të ri botëror, do dëshiroja të pyesja për këto ngjarje, sepse e di që ti je e kujdesshme për emërimin e ministrit jashtëm të zotit Ferit Hoxha, i cili vjen nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, ku ka qenë ambasador së fundmi. Ka pasur disa detyra si sekretari i përgjithshëm dhe ambasador në disa vende si në Francë, mos gaboj, dhe sekretari i përgjithshëm i Ministrisë Jashtme në kohën që e ka drejtuar zoti Lul Basha dhe ka qenë Partia Demokratike në pushtet. Zoti Bemblushi dje mbajti një fjalim të delikat, duke akuzuar vendosjen e Ferit Hoxhës si ministri i jashtëm, për shkak se ai është një nga njerëzit kryesor, si tha zoti Blushi, në artimin e marrëveshjes së detit në kohën që ka qenë Partia Demokratike, e cila urëzua me votim 12-0 nga gjykata kushtetuese pas një ankimimi që bëri Partia Socialiste në atë kohë në opozit. Dhe Ferit Hoxha është përpjekur, sipas Tedi Blushit, është përpjekur të bëj rolin e skuthit, që i dërgonte letra, mesazhe dhe materiale Tedi Blushit si zvensk kryeredaktor i gazetës shqiptare, dhe i theshte shiko çka ka firmosur Berisha, çka marrëveshje të keqe ka bërë, dhe në fakt Tedi Blushit tha, unë nuk e dija që pjesën teknike të kësaj marrëveshje e kishte bërë vetë ky Ferit Hoxha, dhe unë sulmonja, tha, Sali Berishën, sepse kështu më theshte ky, tha, dhe më vonë e kuptova që këtë, sigurisht që Sali Berishës nuk mund të ishet faj për këtë lloj marrëveshje të disfavorshme për Shqipërinë, siç e kanë shprehur këtë shumë specialistë, ndoshta edhe ju e keni komentuar këtë kur ka qenë koha atëherë në 2013, kur ka qenë. Po e qolli poshtë gjykata kushtetuese. Ka qenë gjatë mandatit të partisë të PD-s. 2013. Dhe është një nga dështimet më të mëdha të Partisë Demokratike politikë të jashtme. Edhe diçka tjetër dhe pastaj fjala për juve. Njëkohësisht kam parë në këto postimet e ndryshme në rrjetet sociale të ndryshme dhe në shkrime të ndryshme që ky ka qenë dhe ideatori i krijimit të asaj marrëveshjes për varet e ushtarëve grek, ku dihet që merreshin kocka me lek nga varet e vjetra të shqiptarëve dhe futeshin atje dhe Greqia kërkon të arrijë ato qëllimet e veta politike dhe ekspansioniste në lidhje me atë që dhe dashur pa dashur, këta i pas kanë shërbyer dhe i kanë shërbyer shumë, nëse fatikisht është kështu siç ka thënë zoti Blushi. Tërë është një minus për vetë ato si individ në karrierën e tij, por edhe për vetë qeverinë e zotit Rama, që nuk dua t'i heq meritat si diplomat karriere, por në çështjet e diplomacisë një individi vlerësohet edhe për atë a e mbron vendin e vet apo jo, sepse diplomacia ka një mision të shenjtë madhor
që nga kohët më të lashta deri sot, synimi i saj është mbrojtja e vendit. Dhe në momentin që diplomacia nuk përdoret për mbrojtjen e vendit, por ti me anë diplomacisë i shërben një vendi tjetër, pasandaj quhet deri në për interesa personale, kjo hynte deri tradhti, kështu që në këtë prizëm unë nuk mund të flas me kompetencë se duhet ta analizoj dhe duhet ta shoh më në themel këtë çështje, por me ato që kam parë dhe nëpër media, e kam dëgjuar që flitet që ka marrë pjesë në hartim në marrëveshjes detit, por edhe në këtë që ju thatë. Dhe për mendimin janë 2 minuta shumë të mëdha, jo vetëm për atë vetë, por për qeverinë e Partisë Demokratike dhe për vetë Ramën, që bën, po Rama nuk ka pas ndonjëherë zgjuarsinë për të kapur dhe për të gjetur njerëzit më të aftë dhe më të shkallë dhe më të zotë që ka Shqipëria, sepse Rama ka vendosur njerëz në pozicione kyçe, njerëz pa arsim, njerëz pa eksperiencë, njerëz që aventurier, kanë ngritur njerëz lart që fatikisht nuk do t'i kishin punësuar as pastrues te dera e ministrisë dhe i ka bërë ministra, dhe kjo është një mangësi shumë e madhe që ai ka në përzgjedhjen e kuadrit, dhe të cilën po e vuan shumë fare Shqipëria sot. Eleni, njerë më ka treguar Abbas Ermenji që në një bisedë që ka bërë me një nga këta drejtuesit e lartë të shtetit të Amezogut, kur kanë qenë në emigracion, edhe ai kishte thënë që të gjithë drejtorat e policisë në veri nuk mund t'i vendosnin pa lejen e Serbisë. Deri në vitet 2010 dihet që ka pasur një influencë të madhe këtu në Shqipëri, edhe politika serbe, edhe politika greke. Po të shikosh, ka një video të Ramës kur disa priftërin grek, nuk e di çfarë janë, mund të jenë edhe rus, po mua më duken grek. Dhe Rama nuk ka dhënë asnjëherë shpjegime me sa di unë për atë foto, të cilët e kanë dekoruar në një ambient shumë okult, të fshet. I kanë dhënë sa lloj dekoratash si kalorë, si krishtërimi, da nuk e di çfarë janë ato. Dhe duket që Rama, pavarësisht se ka luajtur me atë të nacionalizmit, me ndjenjën e nacionalizmit shqiptar. Vitet e fundit e ka bërë, pasi shpesh me Greqinë, edhe në vrasjen e atij Kacifës. Në vrasjen e Kacifës, ai duket sikur i tensionoi marrëdhëniet me Greqinë dhe domethënë duke sikur luante një rol të patriotit ose të atij që i mbronte me dinjitet çështjen shqiptare në marrëdhënie me grekët. Por ai megjithatë ka pasur disa ministra të cilët dihet që kanë ardhur nga Greqia dhe kanë ndjenjë pro-greke, të paktën për të mos thënë. Nuk është e re. Historikisht në Shqipëri Belinda Balluku, Piro Vengu, është me pasaportë greke. Ky e ka dhënë o ministër të jashtëm, o sekretar të përgjithshëm të Ministrisë së Jashtme, o ministër të Mbrojtjes në pika. E thash, Rama nuk di të zgjedhë. Dhe Rama nuk di apo as nuk di as nuk do. I ka të dyja, edhe nuk di dhe nuk do. Dhe nuk e shikon si përgjegjësi qeverisjen e vendit. Rama e shikon pushtetin si pronë personale, se kjo ka domen vet, nuk e shikon si diçka një përgjegjësi, se ne jemi një qenë të vdekshme, më kupton? Ne jemi qenë që do ikim nga kjo botë. Por ajo që mbetet të shemëri dhe ti duhet lësh një emër mbas në familjen tënde. Po, sidomos kur je politikan, që mbetesh për librat e historisë. Dhe çështja është që në këtë pikë unë e kam kritikuar ashpër gjithmonë, se nuk ka, edhe skandali fundit. Pse pak duket juve fatikisht vjedhja miliarda dollare rrugëve të Shqipërisë është një nga skandalet më të mëdha të historisë së Shqipërisë. Spaku çfarë po bën Spaku për gjithë shëndë rrugësh e kështu digje? Është asnjë që pandehur dhe të arrestuar nuk do të ishin vetëm këta që kanë dhënë fondet, por do të ishin edhe ata që kanë bërë rrugët. Dhe që ti nuk ke absolutisht asnjë nga këta. Mos Elena s'ka pasur çimento në treg ose ajo mirë që kanë vjedhur 2/3 e fondeve. Hapur fare. Dhe kanë hedhur vetëm 1/3 e fondeve në rrugë. Po dhe atë 1/3 e fondeve nuk kanë përdorur çimento dhe hekurin dhe nuk i kanë bërë punime cilësore. Më kupton? Mirë që kanë vjedhur, por nuk edhe ato që se mendoj ndonjëherë që vjen të rrugët, ndoshta s'ka në treg çimento dhe hekur të blendë. Dhe pse është bërë kjo? Sepse në krye të rrugëve do të ishte një inxhinier specialist rrugës. Në kryet e energjetikës do të ishin inxhinier të energjetikës më të mirë. Nuk mund të marrësh ti ministra nga rruga dhe ti bësh ti çosh në pozicione me miliarda euro me një përgjegjësi kaq të madhe publike siç janë rrugët, energjia, janë siguri kombëtare këto. Edhe ti një vendi NATO, si mund bëhet i Rama çmendurira të tilla? Si mund në pikat më kyçe të vendit vendosi? Tani shkarkon, ç'po më intereson mua në këtë rast. Dëmi është bër, dëmi ca kohë është bër dhe tani ti çadon dëshkimi ti bësh.
si këtyre që janë shkarkuar edhe këtyre që janë të implikuar, as ka rëndësi Po ka të për nimi ka rëndësi publikun. për të ardhmen, se Për të ardhmen, por e kanë fjalën patjetër që do po të të ndëshkuan këta, do vazhdohet me të njëjtën e kupton që mënyrë. do ndëshkohen, por dëmi është aq i madh sa dhe një ndëshkim i tillë nuk e çbën më dëmi. Në këtë prizëm e kam se kina i var këta që dënohen për korrupsion. Më kuptoni, dënohen me dënim kapital. Sepse të vjedhë shtetin është një vjedhje masive, e përsëritur, kolektive, në bashkëpunim, me paramendim, me pasojat të rënda, e kupton pasojat e vjedhjes se ku kanë rritur në këtë vend, dhe më e keqja është rezistenca që këto bëjnë. Unë jam juriste, unë po ta them vetëm një nga këto, shërben për një individ që të ishte një dikush tjetër, çfarë si kishin bërë, më ishin arrestuar me arrest me burg. Ndërsa ti ke raste të përsëritura, dosje pafund të vjedhjes në këtë vend. Dhe sa janë dënimet që marrin këta, 1 vit, 2 vjet, dhe ato i bën arrest shtëpie. Edhe Detyrim paraqitje, pasurinë kujt ja kanë marrë, çka kanë bërë ca sekuestrimet, sa i kanë marrë mbrapsh etj. Pra dua të them këtë që Po ky Rama digje thua për ta se thotë që andarë Greqin, jo ti, si s'di kam, ti mendon vetëm që është naiv fare, kaq naiv që e hedh kanë këta. Unë s'mund të mendoj që ti si kryeministër nuk e kupton që Greqia e bën 1 kilometër rrugë që po e bën tani se shkon 3-4 milionë euro. Me 6 milionë euro. Po, ty po të shkon rruga Thuman Kashar 54 milionë euro. Po, me 16 milionë euro kilometri, edhe prapë shëplishëm. 20 ata dhe 30 do t'i paguash ti për 30 vjet. 50 sa milionë euro i del rruga Thuman Kashar. Ndërsa Greqia e nxjerr e bën autostradën nga e para me 4 milionë e 5 milionë euro kilometrin. Kjo do të thotë që këto bishin vjedhin masivisht. Por nuk këto nuk bëjnë as punën. Kjo është ajo më e rënda që s'kan bërë punën. Mishi kanë vjedhur, por nuk kanë bërë punën. E ke dëgjuar atë taksit, kur e thiri i tha sa bën ky tenderi për këtë, i tha nuk e di, i tha një shifër 1 milion duket euro. I tha bëhet 2 milion, i tha verë atë. Po normal, ato kanë pas në dorë me bërë çoka dash qefi me paratë e shqiptarëve. Edhe këto janë para që do të ngrihen pensionet, këto janë para që do të ngrishin rrogat, këto janë para që do të çoshin përshëndetësinë, për arsimin etj. I kanë marrë 5 njerëz. Dhe i kanë shpërdoruar miliardat e kujt? Ty të vjen ai këmbë për këmbë për të marrë taksën. Po mirë, ma merr taksën, ma heq nga buka e fëmijëve të mi. Po dhe ma çon për korrupsion, për luks, për vjedhje, për degenerim, për gjitha. Kur ndërkohë ti mund ta çoj atë për të ndërtuar, pse duhet paguaj unë në moment që ti ma shpërdoron. Dhe për të ardhur pyetja që bëre, a dërkon Greqia me Serbinë këtu? Po. Gjitha agjenturat historikisht këtu kanë ndikuar në politikë, sepse një vend është metoda më e keqe për ta sunduar një vend është ta pushtosh me armë, me ushtri. Ndërsa metoda më e mirë që ta sundosh një vend është i kapsh elitës. Dhe ata kanë kapur historikisht. Gjejmë naiv këtu, budallë, njerëz që kërkojnë të arrijnë karrierë me njerëz narcisist, njerëz që nuk vën asgjë përveç menderes tyre dhe kolltukut tyre. Më kupton? Dhe i arrini ngrenë në pushtet, kur ti ngre ata njerëz në pushtet, çfarë do pse a mund të lejojnë këta njerëz që të jenë patriot, që të jenë të shkolluar? Pse nuk i mbledhin Edi Rama? Pse nuk i merr ministrat, këshilltarët, njerëz me karrierë, njerëz që kanë njohuri, pse nuk i merr? Po ndoshta ky ndrifuga mos ka qenë më mirë se këta vjetrit, për shembull, që kanë eksperiencë. Nuk di të them, po unë di të them vetëm këtë gjë. Pse nuk i merr? Kur gjithë bota, Bill Clinton për shkakun që ishin nga më të suksesshmit politik për shkakun të jashtme, të paktën sido që të jetë se nuk i hyj gjërave të tjera, këshillohesh me stafet akademike, me profesoratin, për çështje për shumë të historisë, çështjes e gjeostrategjisë, çështjet e ekonomisë. Pra kish këshilltar të vet, merrte edhe profesorë të universiteteve më të mira. Ose ka një kancelar quhet Thomas Frashëri. Kemi patur në ndonjëherë se ai ka pasur gjyshin Thoma dhe vuri Thoma dhe tash e ka bërë Thomas me sa. Si të duket kjo, edhe është kancelari i këtyre i medaljeve që jep shteti, e di që kanë hequr urdhrin Naim Frashi këta në bashkëpunim Akademia e Shkencave me Vasotolen që bënte vetëm simpoziume me Janulatosin. Ky Thomasi, që ishte këshilltari i Ramës, mbyllën shkollën mësimtare parë shqipe si muzeum, shkollën e Korçës e kanë hequr si muzeum, duan të bëjnë një pallat aty afër, me sa kam dëgjuar. Hoqën urdhrin Naim Frashi dhe ky botoi dhe një libër, po e ke lexuar ti, dhanë vetë çmim të panairit, konkursi panairit të naivët, edhe ky në atë librin thotë që në Frashë nuk ka qenë parësi vëllezërit Frashi, ka qenë vllazëria Frashi. Dhe në këtë vllazëri kanë qenë këta Totonët, ca të tjerë, ky Vasotolja që është sekretari nën kryetar tash i akademisë, familja Polo, këta kanë qenë
Kurse këta ishin një nga fshatarët, sa vlezrit Frashi, Naimi, Abdyli, Samiu, ishin aty dhe këta, po, i kishin parë dhe këta aty që. Po, është një propagandë, duhet kemi parasysh, ne nuk kemi akademi shkencash. Ne kemi disa njerëz që marrin rrogën aty dhe kaq. Unë kam thënë dhe e them, Akademia e Shkencave duhet shkrihet, duhet riformatohet. Jo, po, Udhrin e ka ishë kryeministri, Udhrin e Frashi, është skandali më të qurë. Nga Rama pritet çdo gjë, se Rama nuk i kupton këto gjëra. Duke qenë se Rama vjen nga fusha e pikturës, nuk kupton nga shteti, ekonomia, historia, etj. Por e mira është që kur nuk kupton të dëgjosh të tjerët që nga piktura kupton. As nga piktura, mua për shembull pikturat e tij nuk më pëlqej fare. Absolutisht jo, sepse nuk është për mua ato lloj piktura e bëj dhe unë. E kuptoni, bën edhe një kalama 2 vjeç, edhe një 3 vjeç. Po pra, shko, kjo pikturat impresioniste për mua janë dështim. Nuk ka lidhje fare me pikturën. Piktura është piktura klasike, siç e kanë bërë ata korifejt e botës. Tamam, piktura është ashtu. To janë thallje që i fusin në modë. Do të që bëhen me pika. Po, edhe unë pikturoj më bukur ato, i kombinoj ngjyrat më mirë. Ajo është bojaxhi, një bojaxhi, bëj një mur, ta bëj me ca kombinime. Dhe kështu që në këtë prizmë, por nuk du me hy fare kësaj. Personi fjalë është person që po qeverisë Shqipërinë 20 sa vjet bashkë me Berishën 30 sa vjet. Dhe kjo është fatkeqësia në këtë vend që ne kemi njerëz që nuk janë përgatitur për të qeverisur, nuk bota i përgatit që në antikitet. Ai që do merrte pushtetin, përgatitej që fëmini. Mbretërit i përgatisnin fëmijët e tyre që do marrin pushtetin që kur lindnin për t'i bërë të denj, siç ka përgatitur Aleksandri i Madh për shkakun aty, nga që bëra dhe një studim për Aleksandrin dhe aty Aristoteli e ka edukuar. Po pra, po, jo vetëm Aristoteli kishte një ushtrim me mësues. Me strateg, me ushtarak. Aleksandri po si generala që më dhe filozofa që më. Po bravo. Si Platoni e si Aristoteli. Shumë i madh edhe nga pikpamja filozofike e mendimit, nga pikpamja të vërtetës, nga pikpamja humanizmit, Aleksandri ka qenë i madh në tërë kuptimin. Nuk ne shikojmë Aleksandrin vetëm luftrat që ka bërë, por nuk është Aleksandri vetëm i luftës. Aleksandri është shumë i madh në këtë pjesën pikërisht këtë që po flasim. Edhe ata e përgatisin për ta bërë mbret. Falti mua, ku përgatiti për ta bërë mbret? Kë po përgatit? Ti gjenin është se ke. Trashëgimi familjare për qeverisur nuk e. Arsim nuk e. Dhe ti shkon, kjo demokracia ka prodhuar këtë që ka prodhuar, i çon këto në krye të shtetit dhe han një popull i tërë. Për mua sistemi demokratik është i dështuar, ka marr fund. Pra kjo formë demokracie e cila sot aplikohet në botë është komplet e dështuar nga pikpamja ekonomike. Pse? Sepse shteti është biznes. Më kupton? Administrohen pikërisht prona publike dhe financat publike që mblidhen nga njerëzit. Ti paratin ndan 2 pjesë, një për xhepin tënd, një për xhepin e shtetit. Ti tani për xhepin e shtetit vë njerëz parsim, nga rruga, ignorant, hajdut, rrugaç, bandit, dhe këta janë ata që në emër demokracisë do të menaxhojnë paratë tua. Kur ti duhet vije super ekspert, doktor shkencash, te financa, tek bujqësia, tek tjetër, sepse ne jetojmë në një botë ku kërkesat janë pa limit dhe burimet janë infinit. Në finit. Pra që do të thotë që një kërkesë është infinit, burimi infinit, që do të thotë që nuk ke mundësi ti që të plotësosh kërkesat e njerëzve dhe nevojat që kanë njerëzit, për arsye se burimet janë të kufizuara dhe për këtë gjë kryesore është burimi njerëzor. Dhe në vend që ti burimi njerëzor në qeverisi që do të menaxhoj paran, ta vësh super specialist, ti vësh super hajdut, pa shkollë dhe arrin deri këtu që janë bërë rrugët copa, janë bërë kështu, është bërë ashtu. Dhe prandaj unë them që ne në mirë çfarë bëjnë të tjerat, ne do të shkruajmë një sistem sipas kulturës tonë, sipas traditës tonë, sipas kanuneve tona, sipas gjithçka që ne kena pas traditën tonë, se ne kena qeverisë botën. Nuk i falet ky kombit shqiptar që të qeverisi planetin historikisht dhe të nxjerrë këtu brenda vendit aventurier, rrugaç etj. Dhe unë mendoj se jemi korruptuar si shoqëri shumë sa. Sepse duhet kemi parasysh një gjë që korrupsioni nuk është diçka që ka të bëjë vetëm me politikën. Ti të vësh dhe një tjetër atje ashtu do bëhet, do korruptohet. Pse? Sepse ne jemi një shoqëri që jemi ngritur, po kemi ngritur një sistem të korruptuar. Ne kemi ngritur sistemin korruptuar që dhe vota. Pse që dhe vota? Se ai të thotë që më jep lek unë t'jap votën, më jep një vend pune që unë t'jap votën, më jep këtë privilegj që unë se meritoj që unë t'jap votën, më kupton? Deri këtu aty nuk je i korruptuar, ti që ke marrë lek dhe që je premtuar një vend pune dhe që po ja merr dikujt tjetër që është më i aftë se ti, super i korruptuar je, po ai sa politikan. Pra, këtu ne kemi një mentalitet dhe një sistem të korruptuar i cili nuk është vetëm në politikë, po kudo. Pra është vetë shoqëria. Ka qenë edhe në Kosovë, po Albin Kurti sikur e ka thyer këtë monopolin dhe fuqinë e korrupsionit. Dhe po sepse shteti e thyen. Pra nga lart thyet. Ti mos prit që ai nga poshtë të ndryshoj sistemin. Në një sistem ku ti nuk e dëgjon fare atë nga poshtë. Ti për votë që duhet ta dëgjosh, ti për votë se dëgjon atë. Sepse te ne votohet, po numërojnë këta. Pra vozëri qytetarëve te ne nuk dëgjohet që thonë çfarë duan këta. Por e vetmja gjë është që të fati Shqipërisë do të ishte që 5 njerëz të mençëm zgjuar, ta kishin Shqipëri nga lart. Ato që kupolat për shembull, kupolat
patriotike shqiptare duhet të kishin pikërisht bënin atë që bëjnë agjenturat këtu. Agjenturat vend të tyret, ne do të shifon tonët. Nëse kemi bërë këtë, kupton sa populli i papërgjegjshëm jemi? Ku të lë njëri ty që të trashëgosh ti pushtetin në një shtet pa kontrollin e pikërisht të këtyre njerëzve të fuqishëm që duan të mirën e vendit etj. Ku i ke? Ti njerëz të fuqishëm si ke për këtë? I ke për çfarë? Ku janë njerëz të fuqishëm në Shqipëri? Si pasur duke vjedh shqiptarët? Duke vjedh pronat shqiptarëve nëpërmjet shtetit dhe duke u dhënë buxheti shqiptarëve nëpërmjet shtetit. Si janë pasurur pasurit e Shqipërisë? Janë pasurur me gjë tjetër apo janë pasurur nga buxheti i shtetit i Shqipërisë? Janë buxheti i shtetit dhe duke marrë pronat e Shqipërisë me 1 euro dhe pa euro fare. Kështu janë pasuruar. Dhe këto njerëz miq janë pasuruar, por këto nuk din turojnë as shtetin, sepse këto duhet turojnë pasurinë e tyre dhe këto nuk mbështesin njerëz patriot intelektual që të majnë shtetin. Më kupton? Këto mbështesin njerëz që me të cilën vjedhin shtetin. Edhe prandaj jemi këtu ku jemi se ne nuk kemi idealizëm. Dhe më vjen shumë keq, më shumë investohet në Shqipëri për qef, tallava, tralala, se sa investohet për mend, për arsim, për të më the, gjëra që janë, domosht që e mbajnë një kom të lidhur, që mbajnë familje të shëndosh, etj. Nuk e kemi. Fatësisht kjo fatkeqësi prap numër 2 kombëtare jona. Individualizmi plus kjo papërgjegjësia që ne kemi përballë nga kush presim ne që ti rregullojë Shqipërinë. Se ne gjithmonë presim Amerika, ky ai pse me ne do merren ata. Njëjtën gjë Kosova dhe njëjtën gjë Shqipëria dhe Kosova, por shket në gjurmë të Shqipërisë. Për çfarë arsye? Ne duhet i dalim vetë zot vetes. Por ne nuk i dalim zot vetes sepse ti ke politikanët që jepin pushtet sako. Dhe këta vetëm dhuna izbret nga pushteti, sepse këto me vot e manipulojnë, bëjnë marrëveshje, njëjtën gjë siç bën Shqipëria. Të njëjtën gjë unë po mendoj se edhe Kosova drejt asaj po shkon se zgjedhjet e fundit pati probleme, kur ato kanë bërë gjithmonë zgjedhje model në raport me Shqipërinë. I kanë bërë shumë të mira. Pra, duhet të them që janë shumë çështje të ndërlidhura. Elena, kur filluam emisionin thash që do të flisnim çik për gjeopolitikën, ngjarje të pazakonshme ose të rrëmetshme mund t'i quajmë, po ndodhin këto 3-4 vitet e fundit, nga ato luftrat e fsheta ekonomike që janë në kohë paqe midis shteteve, po shkelen të gjitha rregullat e Kartës së Kombeve të Bashkuara nga shtetet dhe shtetet po agresojnë shtetet e fuqishme, po agresojnë shtetet e mesme ose ato më të vogla. Këtë e ka bërë Rusia, Izraeli, të cilat kanë hapur luftra disa vatra shumë të rrezikshme, ndërkohë ka organizata me prestigj në botë si World Economic Forum, Forumi Ekonomik Botëror, ku një nga zëdhënësit kryesor të asaj që unë e quaj fisnikëria e zezë, Klaus Schwab, ka deklaruar që ndryshe nga këta kryeministrat që ndoshta se kuptojnë aq mirë sa atë që do ndodh, kryeministrat thonë që jemi si Mark Carney në Kanada, në Zvicër deklaroi që jemi përpara një rendi të ri botëror, kurse vetë kryetari Davosit i forumit botëror, Klaus Schwab, siç e thash, ka thënë që jemi para një rivendosje të madhe që e tejkalon rendin e ri botëror, pra ka ndryshime radikale të mëdha. Ka shumë parashikues cilët thonë që lufta do zgjerohet, duket që ka një militarizim të ekonomisë Evropës, Ursula von der Leyen deklaroi para 2 ditësh. Ka filluar në luftën e Ukrainës. Po, ajo deklaroi para 2 ditësh që ne kemi industri të fuqishme makinash dhe këto do t'i kthejmë në industri lufte. Ndërkohë fondet për militarizimin e ekonomive të shteteve të Bashkimit Evropian po rriten në mënyrë shumë të dukshme dhe deklarojnë ndoshta edhe më pak se sa ato janë. Në Shqipëri po investohet në prodhimin e për shembull fishekëve dhe po ju them një fakt që në vitin 88 fishek prodhoheshin për Kalashnikov dhe pistoleta prodhoheshin maksimumi është arritur 80 milion fishek në vitin 88, ekonomia komuniste. Ndërsa tashi për 3-4 muaj nga shtatori dhe në fund vitit parashikohet të prodhohen 350 milion fishek nga investimet që po bëhen këtu në Shqipëri dhe të gjitha janë të investuara nga ndërkombëtarët dhe të garantuara shitjet nga ushtrit e NATO-s në Evropë. Pra duket që do të ketë një përplasje të madhe Rusi-Evropë, po lufta mund të shtrihet me përfshirjen e asaj që quhet Heartland, ku është Rusia, Kina, India,
dhe Irani kundër Rimlandit, ku është perëndimi me Izraelin. Si ne jemi të rështuar me Bashkimin Evropian dhe me perëndimin me Shtetet e Bashkuara në aleanca gjeopolitike, si e mendon ti do të vej kjo përplasje posaçërisht Evropë-Rusi? A do të rritet fuqia e Rusisë që mund të penetrojë në Ballkan dhe të influencojë kundër shqiptarëve? Do bëjmë se analiza. A do të dobësohet Rusia dhe ne jemi në aleancën e dur dhe ardhmja e shqiptarëve do të jetë më e mirë? A mund të bashkohet Shqipëria, do me shqiptarët dhe të bëjë një shtet politik të përbashkët? Bëjmë sa analiza. Po. Shiko, Rusia është një popullsi që është në një territor shumë të gjerë, por me një Kemi popullsi 10 minuta kohë. Po, në një popullsi që po ulet numri i popullsisë. Pra nuk ka një fuqi ushtarake siç mund të ketë pas për shembull përpara nga pikpamja njerëzore, është shumë e rëndësishme fuqia ushtarake njerëzore. Kështu që në këtë prizmë ne themi që është një prodhuese e gazit e naftës, ka një territor shumë të madh, por Rusia në një armë do ta ketë shumë vështirë të mbrojë territorin që ka. E para, e dyta, nëse ne marrim aktualisht konfliktin në Iran, vetë Irani po kërkon ta zgjerojë konfliktin. Pse? Sepse Irani do kishte marrëdhënie më të mirë dhe një simpati më të madhe nëse nuk do të sulmonte vendet e lindjes mesme. Ai sulmoi të gjitha me raketë, Dubai, të gjitha. Dhe sulmi që ka për Iranin ndaj tyre, se është dhe një konflikti midis shiitëve dhe sunitëve në lindjen e mesme, e bën atë, ai unë mendoj bën qëllimshëm që të shpërndaj konfliktin. Më kupton, imagjino tani të kishte Iranin një armë bërthamore, se çfarë mund të ndodhte. Dhe fatikisht Evropa me Amerikën kërkon ta mbajë konfliktin në lindjen e mesme. Unë për momentin mendoj se konflikti nuk do të bëhet botëror për shkak të faktit që nuk është e përgatitur Kina, se Kina do në të sundim tregtar dhe Kina e ka kaluar me GDP bruto dhe Amerikën, dhe asaj nuk intereson, pra është në rritje. Ajo do të ketë vetëm një kundërshtim nëse në tregun e saj do të ketë pengesa dhe kjo do të jetë problemi. Rritën kostot e energjisë, sepse... Po, patjetër. Këtu po them, pra dalë tu, që nëse ka pengesa, ajo mund të reagojë. Rusia ka problemin e Ukrainës, që e ka shumë të rëndësishëm për daljen pak në një det të ngrohtë, siç është rasti i Krimes. Dhe ajo e ka problem këtë, sepse Rusia, së pari, problem imediat ka Ukrainën, pastaj mund të ketë tjera. Në lidhje me Shqipërinë, çfarë na kanë bërë ne? Do të dalë dhe në Kaliningrad duke kapur vendet estoneze që të po, kap detet? Po, ajo i ka pas ato si synime. Patjetër që i ka pasur dhe i ka. Se Kaliningradin e ka të saj. Fajin për këtë nuk e ka Rusia, e ka Evropa në radhë pare. Ka vetëm një rrugë të ngushtë. E ka fajin Franca, mbi të gjitha. Sepse Rusinë e bën ato dyja kështu ku e bën. Edhe në kurriz shqiptarëve, në kurriz gjermanëve, sepse Franca, nga që kishte gjenerat gjerman, bashkëpunonte me rusët. Edhe dyja luftrat kështu kanë ndodhur. Edhe Amerika në dyja luftrat u tërhoq pikërisht me mendjen e anglezët Francës. Dhe kanë ardhur tani që janë thot armiku janë Rusia. Armiku tyre ka qenë Rusia me kohë politikisht. Më kupton? Po për inat si me vjerë Franca shkonte flinte me Mollixhin, me Arin rus, për shkak të kujt Gjermanisë. Tani vim tek ana jon. Kush e coptoi po kombi shqiptar? Ka rol në vetë Rusia, por aq rol të madh ka dhe Franca me Anglinë në këtë rast. Franca sidomos, që u morën vendimet për coptimin dhe për krijimin e shteteve ortodokse. Rusia pa Evropën nuk i bën të dot këto, Greqinë, Serbinë, Bullgarinë. I ka bërë marrëveshje me to se fuqitë e mëdha i kanë bërë këto gjëra. Tani këto janë zëvruar me njëra tjetrën. Po Anglia... Tani çështja është tani çfarë do përfitojnë shqiptarët. Po perëndonte dielli kur s'ka faj në këto vendime që kërkon Franca. Gjithë harta botërore është vënë në tavolinë dhe është ndar kështu me vija të drejta, këtë s'ka parë fare çka kombi kujt i përket etj etj. Këto kanë parë vetëm interesat e tyre. Prandaj edhe kjo, prandaj edhe ky rend do bjeri sepse ka padrejtësi të krijuara në 200 vitet e fundit. Këto padrejtësi u krijuan për të shërbyer interesit të Rusisë, të Francës, të Anglisë dhe nuk u krijuan për të shërbyer interesit të njerëzimit. Tani nuk po themi që këta që do vinë i shërbejnë interesit të njerëzimit të gjithë. Më kupton se cili ka interesat e vetes, domos shtetet apo politikanët. Prandaj pak mendimi im është ky që nëse se ne do të dimë që në këtë strategjinë e re që po krijohet apo dhe në këto nëse do të ketë ndonjë lëvizje më të madhe se kaq, unë jam për atë që kufit gjithmonë ndryshojnë. Pra kufit nuk janë statik. Kufit janë dinamik. Kjo do thotë që kufit politik historikisht kanë ndryshuar. Ne kemi qenë pjesë të perandorive, pjesë të shteteve, shtete kanë rënë, shtete janë ngritur, kombi është shumë i rëndësishëm. Dhe ne si komb këtë kemi pas problem, sepse ne si komb nuk krijojmë shtetin. Ndërsa në Ballkan nuk krijohen shtete pa komb. Duke na marrë shqiptarët nëpërmjet fesë, duke na pastruar, duke çuar ca turqishe. Shtete perandorake. Po pra u krijuan shtete pa komb, ndërsa ne komb nuk u krijojmë dot shtet.
Se nuk na lan këta pra ta bënim, se me kombin ton dhe me territorin ton krijon shtete për interesat e tyre. Kjo është e gjitha. Tani, sa e kupton Perëndimi këtë dhe sa e kupton Amerika? Çfarë roli ka faktori shqiptar? Rol shumë të rëndësishëm në Ballkan ka faktori shqiptar. Për shumë arsye. Për arsye sepse ne jemi sido që të jetë Serbi do marrë nga Rusi. Çdo konflikti të jetë nesër. Shqiptari nuk i intereson në këtë rast. Ishte detyruar të marrë nga Perëndimi. Prandaj një alat besueshëm edhe te muslimanët shqiptarë. Në Ballkan kanë pikërisht shqiptarët Perëndimi. Nuk ka as Serbinë dhe as Greqinë. Po, dhe kroatët dhe slovenët janë me Perëndimin. Po, kroatët dhe slovenët janë për shkak se janë katolik. Kështu që ne jemi se s'ka rëndësi se ne jemi përzierë katolik ortodoks, e kemi për gjeopolitik. Kështu që në këtë prizëm ne jemi me Perëndimin. Tani Perëndimi a do të na do mbaj drejtësi në këtë çështje shqiptare që e ka 200 vjet që e ka përdorur si koloni shqiptarët në mes të Evropës, ku bota mande koloninë për si mëlçit e dashit, çështë me ta trashit, kompensim peshe. Po, kompensim peshe dhe e kanë ndarë trojet shqiptare, domethënë vetëm të lexosh ato se çka kanë bërë, mos kishin për Austrinë para 100 vjetësh, la kishin shtuar harta. Austria e bëri për interesat e vet, apo e bëri paktën. Kjo është fakt. Tani Amerika thot, e bëri Kosovën për interesat e vet. Po e bëri. Ç'më duhet mua? Mua më duhet që unë përfitoj nga interesat e tyre. Jemi të dy okay dhe kjo është rregull. Kështu. Ore dhe marrëdhëniet njerëzore ngrihen mbi interesa sepse edhe nga pikpamja civile. Nëse një kontratë ti nuk ke interes të dy përbashkë, është e padrejtë kontrata. Më kupton, kështu që edhe në këtë rast. Prandaj dua të them këtë që ne a do dim ta shfrytëzojmë këtë, sepse ti ke krijuar shtete aty në Ballkan të zgjeruara nga Rusia dhe nga Perëndimi, të cilat rrinë artificialisht, të cilat rrinë me dhunë, të cilat rrinë kështu, do të bien. Unë mendoj se do filloj linja mesme me shpërbërje një. Mendoj se kurdo do të krijojë një farë shteti të tyre, sepse ata ndan 3 shtete, midis Turqisë, Iranit dhe Irakut, edhe Siria, 4 shtete. Pra në të 4 këto shtetet dhe a do ta krijojnë që këto ta bëjnë bashkë të shtetin apo do të krijohet shteti i kurdi i Iranit, që ka 10 milion për shembull, apo shteti kurdi, nuk e di. Këta nuk mundi ta them, por unë do të them që në momentin që do t'y duhet për shembull përkundra pesh, pikërisht që të luftojnë kundra shteteve që ata janë, kurdo do të thirret parët, të luftojnë siç ka qenë kundër Iranit. Filluar ty nga toka. Luftojnë kundër këtij, luftojnë atë roli i Turqisë në këtë rast. Turqia është NATO. Turqia në lindjen e mesme do të bëj bosi, siç ka qenë me kohë, pra kupton sultanin, qoftë nga pikpamja fetare, qoftë nga pikpamja politike. Sepse Turqia ka pas këtë kalifatit. Po Shqipëria si shqiptarët si e mendon ti mbas kësaj përplasje që mund të përfundojë vitin 2032? Në qoftë se kjo përplasje do të përfshijë, në qoftë edhe indirekt, Evropën dhe do të hapë problemet e kufive, shqiptarët kanë mundësi që të mund të plotësojnë aspiratat e tyre historike, nëse do të kemi në krye politikanë të mençur të zgjuar, që nuk kujdesen vetëm për pushtetin e tyre që janë të sëmurë narcisist pas pushtetit, por që shikojnë pushtetin si mision për të qeverisur vendin dhe për të lënë një emër të mirë që ne nxorëm burra shtetin për të botën, si nuk nxorëm burra dhe gra shteti për këtë vend. Unë nuk e di, kjo është e pafalshme për kombin shqiptar. Dhe prandaj them që jemi në një moment historik që këto janë gjëra shumë të rëndësishme që nuk bëhet shaka. Kosova para sa mbyll rregulloi kushtetutën dhe presidenti do të zgjedhet nga populli e kërkoi. Do kaloj. Të njëjtën gjë ka thënë dhe Rama për Shqipërinë. Unë kam shpallur kandidaturën për president në rast se kam thënë disa herë nëpër media, nëse do të ketë zgjedhje domethënë nga populli dhe do të jetë një president i fortë që do ketë kompetenca dhe fuqi. Dhe le të shpresojmë që mund të bëhet diçka dhe gjërat të ndryshojnë për më mirë. Suksese, po duke qenë se ka bërë njerëz zgjedhje, kam parë që zgjedhjet i numëron Saliu me Berisha me Edi Ramën, këto dy i numërojnë dhe i plotësojnë vetë dhe i bushi kutit sipas shefit tyre dhe prandaj te ne fillon tek thelbi. Nuk ka shans radh ta bëjmë këtë. Nuk kanë shans. Po pra nëse vazhdon më kështu nuk ka kuptim më. Sepse ai tjetri po shkon 80 vjeç, ky tjetër sa është, çfarë do marrin këto? Me vetë do ta marrin pushtetin. Me vetë do ta marrin Shqipërinë kur ti nga kjo botë. Kështu që në këtë prizëm këto duhet i lënë hapur garën dhe duhet bërë ndryshime të cilat do t'i detyrojnë. Forcë Shqipërinë dhe Kosovën dhe faktorin shqiptar në Ballkan. Faleminderit. Të falenderoj Elena, të nderuar shikues, mos harroni edhe një herë të bëni subscribe kanalit ton. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe mirupafshim në emisionet e radhës.